Ndërkaq për të komentuar të gjitha zhvillimet e asaj se çfarë ka sjell ky formacion i këtyre momenteve të para të bërë publik nga trajneri Silvinho, kam kënaqësinë që me mua në studio të jetë bashkuar zoti Sokol Kushta, ish futbollist i kombëtarëve shqiptarë të futbollit. Zoti Kushta, mirëmbrëma, është kënaqësi gjithmonë nga këto komunikime të drejtë për drejtë tani në studio, është kënaqësi që ju kemi. Edhe për mua është kënaqësi. Si u duk formacioni, u nisëm pak para se të futeshim në mënyrë që ta kishim një koment. U vonua shumë dhe njerëzit kishin një koment të parë. Atëherë ne kemi edhe përmes titave të fleshit tonë informativ, po gjatë kohës që ti e gjen edhe vendosjen e gjithashtu skemës, po e ke në rregull, po. Shiko. Domethënë, po ta fillojmë me formacionin, me që se thatë ju, doja ta filloja çik me psikologjinë, shpirtin ato. Dakor, nga që është lajmi i fundit, e nisim mendoj tek rëndësia e saj, po. Unë këtë formacion do ta bëja dhe vetë. Vetëm me një diferencë në vend të Brojës. Mund të fusja Usunin. Do e lihet jashtë fare Brojën nga minuta e parë? Jo. Dakor, thash mos doni ta linit. Jo, nuk është mëkat, edhe nëse se futbollistët janë të gjithë të rëndësishëm. Jo, shko. Për faktin që ky ka gjendje fizike më të mirë, Usuni do ta fillonte për mua, ta fillonte ndeshjen. Dhe Broja ishe shumë më i freskët për ato minuta që duhet ekipit, por mund të bëjnë dhe anasjeltas, këtë që thash. Po, patjetër, po. Mund të los Broja dhe të futet Uzuni, unë do kisha të shirë. Nga gjendja fizike që ka Uzuni, do në timonde shumë, si do mos në 45 minutat e para, që do janë shumë të vështira. Pjesën tjetër, unë kështu do të vendosja. Po, 45 minutat para shumë vështira, ndërkohë ne kemi ndeshjen e luajtur në mars, pra midis Shqipërisë dhe Andorrës në 24 mars, që fituar me rezultatin 3-0. S'ka lidhje. Po s'ka lidhje. Bes, mos i bëj këto. Kaq kundërshtari vështirë është Andorra, profesor? Bes, mos i bëj lidhje, nuk ka asnjë lloj lidhje. Momenti që po thua me momentin tani, psikologjinë atëherë me psikologjinë tani, ndeshjen brenda me ndeshjen jashtë. Janë totalisht të kundërta me këtë ndeshje. To që po bën pyetje. Është fundit në grup me 1 pikë, më profesor? Shiko, ajo mund të jetë me 0 pikë dhe që në qoftë se do të hapi punë, një ekip të hap punë, edhe me 0 pikë të jetë. Pra të mos e... Po, jo, dakor, ideja është më duket sikur po supervlerësohet një ekip relativisht modest, më modest i grupit. Shiko tani, unë sot, po të kaloj çik tek ajo që doja ta filloja, unë sot, patjetër, po. Rastësisht, për një defekt isha një servis për ato amorsatorët. Dhe ishën 3 punëtorë, shumë të mirë dhe tifozat të çmendur të Kombëtares. Më njohitën dhe më thanë, profesor, sot do fitojmë se s'bën. U apita me entuziasmin, me dëshirën. Do thënë, ne gjithmonë kemi qenë të keq të vetes. Në momentet e që se pse them këtë, në qoftë se ne sot do anashkalojmë, do ecim me mendimin atyre tifozave të Kombëtares, që më thanë mua, profesor, ne sot do fitojmë se jemi mirë, ne humbim pa ne do ta pësojmë. Po pra. Ne vetë kënaqësin e kemi armikun tonë në Uria. Prandaj them, në qoftë se ne me Serbin lozëm si një 15-që bashkë me rezervat. Patjetër. Në unison, ne lozëm, mund të them, në shprehje që të rëndon pa trajner. Pse e them? Se lojtarët ishën 150% të mobilizuar. Ne sot duhet jemi 200%. Në qoftë se me Serbin ishëm 150% me shpirt, me sakrificë, me djers, me gjak. Ne sot duhet jemi qik më shumë. Pse? Se ajo ndeshje me Serbin, sot, në qoftë se çunat nuk japin atë mobilizim, do të zerohet. Mos them të vej më minus. Kështu që të japin vlerë asaj ndeshjes që ne fituam, asaj ndeshjes historike për mua. Ne sot duhet lozim 200%. Qofse ne futemi me atë mendimin tuaj që ne me Andorrën 3-0, ata janë të fundit, aty do kapojmë. Unë e them, kam një karrierë shumë të gjatë me Kombëtaret. Patjetër, prandaj dhe në shumë ndeshje
Do të që ne kemi menduar shumë të sigurt. Që janë nënvlerësuar, pra, ndeshjet janë nënvlerësuar. Jo, ne vlerësojmë në njërë veten. Nuk është shkencë e sakte. Futbolli është mundësi, në njërë do zoti, në njërë ti ke 10 raste s'bën gol, në njërë për një gol dhe mbyllet ndeshja, janë shumë gjëra. Prandaj futbolli është i bukur, se nuk e sidh dot që përpara ndeshjes. Atë lojë ne nuk e sidhim dot, po të duam ta sidhim se sidhim, përveç lotos. Po, kundërhym pastaj patjetër, kundërhym pastaj zgjidhet përpara çështja. Kurse prandaj ta thash atë muhabetin e servisit sot atyre çunave, tifoza. Do ishin shpejt të laheshin në ato vendin që të përgatishin, të shikonin ndeshjen. Që të festonin fitoren, pa filluar akoma. Dhe bravo, dhe ne do fitojmë. Jo çuna i thash, inshallah ne lozim si me Serbin. E qartë. Bëjmë edhe nga një koment vogël, profesor, në lidhje me, për shembull, në lidhje me mbrojtjen. Skema është 4-3 si fillim. Skema totale mbetet e pandryshuar nga Silvinjo. E kam gjithmonë natë të flas me emra, unë personalisht me vendosjen kush më por të thash në fillim. Po, patjetër. Më pëlqeu vendosja. Më pëlqeu vendosja. Mita ja jeti Gjimshiti Hysaj në mbrojtje. Edhe Laçi është. Po, dakor, është pas një zhvendosje që unë po flas për vendosjen nga minuta e parë, pra, vendosjen fillestare. Po pra, unë shikoj në katërshe në mbrojtje, nuk do të ndryshoj asgjë. Janë një katërshe që vinë në ndeshje shumë e mirë. Dhe gjithmonë edhe unë të jem trajner, nuk ndorohet formacioni fitues. Po. Unë shikoj që Ramadani ka një gjendje shumë të mirë të Leçja. Si duket Silvinjos duke shikon kështu? Nuk qykoj Silvinjo. Mirë, dakor, po them çfarë ka vendosja. Kombëtarja ka një diferencë me klubet. Edhe në angazhim dhe në përparje dhe në dhënie. Te kombëtarja mund të lozësh gjysmore dhe të japësh më shumë se sa 90 minuta. Dhe mund të jesh më produktiv se sa te Leçja. Kombëtarja ka një specifik tjetër. Unë, duke ndjekur Leçen, e kam parë që është nga lojtarët titular, bashkë me të çunin e ri që los të Leçja, që është afruar dhe të kombëtarja jonë. Berisha. Medon Berishën, po. Me Medonin, bravo, se janë të dy lojtarët për momentin shumë decisiv të Leçja. Do të thënë, ne kemi mundësi edhe për ndarimin, do të thënë kemi Parjamin, kemi Uzunin, kemi Takun, do të thënë, po të përmend 3 emra që janë në gjendje shumë të mirë sportive. Prandaj thash, ndeshja nuk është 45 minuta, as 50. Kështu që ti ke mundësi edhe tonë ekipin ta freskosh. Kjo është pozitive e trajnerit, prandaj na herë të thonë trajnerat. Unë jam edhe mbje koke, nga që kam shumë lojtarë. Po është gjë mirë ajo, kur je me të tilla. Po që ke mundësi për të zgjedhur dhe të shërbejnë pastaj. Dhe fati është që UEFA me këto ndërrime që është ndron 50% e ekipit. Don 50% e ekipit është një gjë e madhe. Patjetër. Një freskim. E kuptoj. Ndërkohë për të ndalur tek një tjetër repart, se diskutuam, besoj Strakoshën s'kemi çfarë diskutojmë, nga portierët që kanë dispozicion, tani ai mbetet. Mund të thash, se në njerë kur kritikon dikë, duke sikur e shën, njeriu kur kritikon dikë, i bie që ti je pozitiv tek ai, ti je do, e ndihmon. Në përgjithësi, unë kam besim tek Strakosha në të gjithë pozicionet për tokë dhe në gjysmë lartësie. Unë frikën e kam vetëm në lartësi. Në dalje është defektos, por nuk do me thënë është shikeq. Nuk do me thënë që ai këto ndeshje, ne shumë ndeshje në sajt e ati edhe kemi fituar. Është më mirë se fotoja, zoti Kushta, si pak a shumë me foton jeni të njëjtës gjenerat, apo ka ndryshuar mënyrën se si luhet futboll? Unë me foton, jo vetëm jam një gjenerat, po kemi ngrënë bukë bashkë. Patjetër, pra, prandaj them. Shumë kohë dhe unë e njoh mirë. Po, shko, fotuan nisin e kishte të Tepelena me Amalia e Tepelen, ky e ka të Laçja. Tani. Dakor, po. Talenti, jam dakord me ju, po talenti në një farë mënyre
ka mundësi të kuptohet, pavarësisht se ku... Në qoftë se kemi dy persona, të dy të talentuar, Fotua dhe djali, njëri është punuar me Maleja, te Pelena dhe Dinamo, tjetri është punuar te Lazio. Ka diferencë të madhe që në shkollim, që në mendim. Pastaj, të gjithë portierat kanë specifika. Njëri ka talent mirë në pozicionet për tokë. Ka një pikë të fortë dhe kanë pasur disa pika të dobta. Patjetër, po. Por që nga që unë nuk e përmenda fare, domethënë siguria është aq e madhe sa unë se përmenda. E qartë, patjetër, thjesht për ta. Por defektet, unë nuk jam trajneri Strakoshës. Unë mund të këshilloj dy gjëra që ai e di shumë mirë për veten e tij. Që janë? Në lartësi, në ajër. Dalja, po. Dalja, të tjera i ka pozitive. Po. Është një siguri në vazhdim si e kombëtares. Nuk diskuton tani. Berisha mbylli fare me kombëtaren? Në moshën që ka Berisha, them unë personalisht, është drejt lënies. Nuk do bëjmë historikun të ty, ne sot jemi specifike për parandeshjes. Nuk do të investojmë Berisha, ka shumë merita. Dhe meritat ngelen dhe kur lë sportin. Dhe kur populli të vlerëson pas. Po si ka lënë akoma, pra dhe duket sikur ka diçka me trajnerin që nuk e aktivizon. Kjo është ideja. Që në Evropian 2024 e grumbulloi, po nuk i dha asnjë minutë në Gjermani dhe më pas asnjë dalje tjetër. Në periudhën që ai se grumbulloi, Berisha ishte edhe çik rezervë dhe jashtë rezerva. Mori formën sportive kur vajti në Suedi. Tani mos të bëjmë lojra fjalësh trajneri. Jo, dakor, po. Nuk është gjë e keqe dhe sikur të ketë. Vëndet njerëzore janë të mira, janë të mira, kjo është normale për të. Ne si specialista nuk na pëlqen trajneri disa momente. Edhe me Serbin mua s'më pëlqeu. Po ishte këmbgulja e ekipit vet. Disa veprime taktike. Por në fund kur trajneri fiton, duhet fitus. Patjetër. Fituesi nuk gjykohet. Por analizohet, nuk gjykohet, po analizohet. Ne analizojmë. Kështu që ne nuk mund të analizojmë sot veprimet e trajnerit për Berishën. Kristian Aslani, Julian Shehu dhe Qazim Laçi në mesin e fushës. Ju Laçin e shikoni me tërheqje më pas edhe në mbrojtje, ndërkohë që Julian Shehu është një emër i cili duket se ka marrë besimin e trajnerit. Unë do ta filloja, unë kam gjithmonë qejf të filloj me atë pjesën e thelbit, të kur ekipi kombëtar duhet të ketë një prototip, duhet të ketë një kapiten. Unë kam shumë ndeshje që kam pas shumë vërejtje për Hysen, por kam 3-4 ndeshje. Në fundit, po, është e vërtet. Që ka qenë me gjithmonë optimal. Unë kam ngulmuar, se unë e di vetë, kam qenë vetë kapiten të kombëtarja. Roli i kapitenit nuk është të lozë më mirë se shokët e tjerë. Kapiteni ka shumë role në fushë. Prandaj dhe unë, kur e shikoj topët atë në vend të 3 kritikave, unë i pëj 13 ati, se një lojtar me 90 ose me 100 ndeshje duhet jetë shumë superior. Është kapiten, duhet jetë akoma superior. Është trajneri parë në fushë, jo i dytë. Trajneri parë në fushë është kapiteni. Prandaj unë ngulmoj gjithmonë për Hysen, me eksperiencën, me potencën që ka. Duhet jetë gjithmonë mbi notën 7. Do të prandaj fillova këtu, ti vajtet çik të shë. Kurse tani kaloj, ose me Mitën dhe Ismaili janë, që unë e kemi mbrojtësat mirë, po t'i shkosh gjithë. Por, unë, këta 2 lojtarë që nëse unë, që se kam zakon të ngelen tek personat, janë ty që më kam bërë përshtypje këto të pak të ndeshjet e fundit. Do thoj ndonjëri jashtë. Përshtypje për mirë, besoj? Absolute. Prandaj po them se. Jo, po do thoj ndonjëri. Po çaj testonin Mita gjithmonë ka qenë mirë. Unë nuk jam tifoz, jam specialist dhe kur unë them që ky është mirë, shikoj nota vetëm mbi 7.4. Para një jave pash disa informacione jashtë edhe ca ndeshje ishte 8.ca. Çfarë mund të thuash Mitës me 8.ca? Pra e meriton pa diskutim vendin që ka. Edhe notat që vijen nga vëzhguesit, nga specialistët, ka do me thënie. Unë në ato niveli dua të 2 këta lojtarë që përmenda. Jo se s'do lojtarët e tjerë. Patjetër, po për shkak të... Por, kjo, për këta 2 lojtarët duhet të jetë e barasfleshme dhe për të tjerët. Nota është gjithmonë trekuesi jot,
jo imi. Pa tjetër, sigurisht. Tani, ti përmende këtë sheun. Unë mund të them, ishte 90% suksesi këti, nuk do anashkalloj të tjetë, por kam për një veprim fizik të papar në ndeshje me Serbin. Se ne atë kemi ndeshje, si ta themi, etalon, për ta mbajtur diskutuar dhe si shembull, po. Si mund të lozi lojtari me shpirt dhe të japim mundësit e veta për këtë kontare. Do dhe ky shehu më ka befasuar se s'është ndeshje e parë. Ky në të gjitha ndeshjet është stabil mbi notën 7. Nuk ka qenë asnjë ndeshje dobët. Është me të vrapuar dhe me të pasuar. Nuk është vetëm në atë procesin fizik, por është edhe me mendje. Do të thonë këtë lojtar do ta filloj formacionin, po të isha trajner në sheu. Më ka surprizuar jashtëmase. Mund të cilësohet zbulimi i Silvinjos, profesor, se edhe erdhi nga kampionati shqiptar i futbollit, si çfarë kanë ardhur në kombëtar? Jo, unë të kam thënë edhe ta thash që para. Në qoftë se unë kam qenë pro Silvinjos, po nuk do me thënë që unë pse jam pro dhe s'do ta kritikoj kur ai bën gabime shumë të dukshme. Jo, ju kritikoni veprimet, jo individin, jo e qartë pra. Tani të kalojmë tek kjo, pse ta thash. Po nuk do me thënë se Silvinjos ka merita. Janë shumë lojtarë që ka sjell Lerçan Burret ai tjetri. Po se unë në kisha rejan. Po ai Burret ai shkon në ndër. Ishte një deklaratë shumë të fortë në intervistën që patëm së fundmi që tha i kam sjellur të gjithë, solla Mario Mitan që do luante te Greqia. Po të pash që ty. Reagimi jot me deklaratat e tij ishin kontradiktore. Ti si gazetar, jo do ta godasesh. Ti me faktet e tua. Unë di që 80% të këtyre lojtarëve i ka marrë Silvinjo. Absolute, se si ishën. Dakor, pra, po ai tha unë solla Mario Mitan tha do të luante te Greqia. Solla Cristiano Aslanen që do të shkonte do të luante te Italia. Si ka vënë te kontari gjithë. Po mirë, pra i aktivizova, tha fillova të aktivizoj dhe më pas përfundoi e Kopa e Brojës tha i kam dhënë minuta, pastaj mikun nga Italia unë nuk mund ta godas siç të. Nuk thash ta godas. Jo, dakor, po e kam për. Nëse gazetarët janë një pjesë shumë e fortë në zhvillimet ekonomike, sportive, kulturore, jam shumë dakord me ju. Të kombit. Thjesht ideja është që mund bërë aq sa mundan kuptimin pak pa u bërë gjëra si tendencioze. Një gazet, po jo morë, një gazetar nuk i thot kujtoj qofse dhe unë mund të ikina mendje dhe të filloj të flas. Si ndoj qefi kam për një 50 gola them loza me maratonën, isha afër atij në kafene, po jo nuk fletet kështu. Ne flasim me statistika. Prandaj mos ta shkalojmë tek të hapim temat të tjera. Jo, dakor, po kam fjalën që Julian Shehu thoni ju është një. Jo Juliani, por janë shumë. Po unë them edhe Ramadani se kishe fare, po dhe Aslani se kishe fare, po Asani se kishe fare. Janë shumë lojtarë, mitën si mbaj mendun. Tani, në qoftë se ky të afron deri tek shkallët ose deri tek kodina e federatës. Dhe thotë që të kamputën kombëtare nuk qëndron. Po jo pra, unë them, ja ku i keni statistikat ju. Silvinjo, çfarë lojtar kishe, çfarë lojtar futi, çfarë la, çfarë gjeti ky, çfarë mori ky, kaq e thjeshtë. Shehu është i vetmi që vjen nga kampionati, ndër të paktë që vjen nga kampionati shqiptar i futbollit. Duhet të ketë më tepër aktivizim të talenteve në futbollin vendas, profesor? Unë kam kulur që për shembull Rapaj i Partizanit. Po, më duket se kemi diskutuar edhe në një bisedë fundi që kemi patur së bashku. Po se unë nuk dëshoj mendim. Nuk jam me stagione, nuk jam me stint, nuk jam stinor. Unë ato mendime i kam konsoliduara dhe me fakte. Pse them, doli 2 vjet lojtari më i mirë i Shqipërisë. Duke afruar ti Rapajn, ose sot më fal, ai para një jave se duhet të ndjekësh lojtarë, unë jam s'punoj federat. Po unë kam qef të ndjek lojtarët. Pa tjetër, për shkak se dhe unë shikoj statistikat, ishe me 8 pikca në formacionin e Ukrainës. Do thënë, kur unë them që filani edhe janë dhe 2 lojtarë të tjerë tek ai ekipi i Ukrainës, lojtarët tanë të Partizanit, lojtarë shumë mirë. Po
po duke afruar ti rapën, tjetrin, mos të ngelemi tek një emër të rapaj. E qartë, kuptova, po. Po këtë ta them pse, se ishte ty lojtar, fitoj lojtari më i mirë i kampionatit. Duke marrë ti rapajn dhe këto rapajn, çfarë ndodh? Ti stimulon lojtarët e kampionatit ton që duke qenë lojtarë të mirë, ju afrojnë... Kanë mundësi të shpërblehen. Ju afrojnë dhe kombëtarja. Patjetër. Po jo shpërbleni. Mundi, derisa juaj, ju afron dhe kombëtarja. Tani, se është bërë si një mendim që qarkullon për klubet e kategorisë superiore. Ne duhet të dalim jashtë shtetit që të na marrin me kombëtaren. Kjo është negative. Kjo të tjerët i çmobilizon. Prandaj, unë pyetjen tuaj ta kthej me argumenta. Se s'bën, duhet të stimulosh lojtarët e kampionatit superior. I jep mundësinë. Nuk them fut informacion, po ekipi kombëtar, nga që ka shumë dëshje, edhe miqësore, ka mundësi t'i afroj. Në qoftë se mbani mend një ndeshje që rre Singeli Topio 6 Andorë, si erdhën janë 7-8 lojtarë, çfarë ndodhi? Ndodhi një habi për gjithë kilosën 5 lojtarë të... Grazie, minister. Pas ka një pankart me foton e Gjani Debiazit në flamurin Kuqezi në Andora për shkak të kontributit që ai ka dhënë edhe për mëquarjen në kampionatin evropian për herë parë në 2016, profesor. Njerëzit, mos kalojmë na i tem në ta mbyllim këtë temë. Jo, dakor, thjesht nga që më tërhoqi vëmendjen se janë fakt direkte dhe më tërhoqi. Njerëzit human dhe të mirë në jetë e ti pse vlerësojnë. Se vlerësojnë figurat që i kanë dhënë këtij kombit. Debiazi do jetë gjithmonë një figurë pozitive për futbollin shqiptar. Shqiptari që nuk ka rëndësi forma. E qartë. E dishme është rezultati në fund. Po patjetër ti vajte në kampionat evropian, është në sajtë ati. Ne në qoftë se respektojmë figurat në jetë, ne do ecim përpara. Respekti është gjithmonë i pakthyeshëm për njerëzit e mirë. Duhet të respektojnë. Se cili ka vlerat, por asnjëherë nuk duhet të marri më shumë se çka dhënë. Çdo njeri. As më pak, as më shumë. Aq sa çka dhënë, aq të... Respekti është që e madhe. Është fisnike respekti... E qartë. Një koment edhe për sulmin atëherë, profesor, se paka shumë ne i cekëm gjitha repartet, teksa po shkojmë drejt fundit të këtyre minutave të bashku. I vetëm ndryshim është që ka lënë Myrto Uzunin dhe ka sjell Arber Hoxhën në treshën e sulmit së bashku me Rejmanajn dhe me Armando Brojen. Hoxhaj dhe ndeshjen e fundit më pëlqeu, po dhe në Kroaci më ka pëlqyer edhe me atë kolin. Unë vetëm një vërejtje kam për Hoxhën si lojtar. Duhet të distancohet çik nga topi, të largohet nga mbajtja e tepruar e topit. Duhet të jetë më i shpejt në veprimet, me dhënë dhe me kërkim. Është lojtar që ta probleme. Ka dhe një gjendje fizike shumë të mirë. Ai, në qoftë se mban topin, humbet çdo cilësi të mirë që ka. Dhe nuk është se ai do filloj, besoj unë, me 3. Nuk mund të losi me 4-3-3, ai mund të los me 4, me 2, dhe gjithmonë Hoxha do jetë lartë. Në moment që Hoxha është lartë, është në pjesën sulmes. Ne tani duhet të zgjedhim si do losim në lartësi, apo do losim me top shpejt. Po ti nuk los dot me top shpejt me Andorën. Pse? Se Andora do mbrohet. Çfarë del për detyrë? 2 krahat tona duhet të jenë të hapura në fushë. Pse? Që ekipin e Andorës ti ta shpërbësh, ta hapësh. Se duke qenë ata 9 ose 10 lojtarë dhe 7-8 lojtarë ti, jeni 15 lojtarë në një 16. Kështu që detyra është e 2 krave Hoxhës, edhe manajt ti Brojes, në qoftë se do los djathtas. Dhe kemi manën dhe Kurzhin mbrapa, që mbështet, është detyrë e tyre. Në qoftë se ne nuk do na dali kjo, ne duhet fusim takun për lartësi. Kemi dhe një lojtar të 7 lartë ne.
Dhe pjesë e dytë, me se pjesë e parë do të trekoj, në qoftë se pjesë e parë do jetë shumë e mbyllur dhe do mbaroj 0-0, ne do kemi probleme. E qartë. Do më japësh një parashikim në fund? Se jam në fund, po më duhet një... Patjetër, unë si Sokol Kushta, Po, i në si lojtari kontares, dua 0-2. Kjo është dëshira ime. Mundësit Pra, pasaj. dëshirë dhe parashikim, po i marrë Jo, 2-1. kjo është dëshirë. Po parashikimi? Mundësit i kanë ata çunat sot. Na bëjnë krenar që ne të vemi në play-off me kokën lartë. Fjala e fundit është 0-2 për parashikimin. Jo, kjo është dëshira ime. Mos i gatro. Faleminderit. Parashikimin e kanë çunat në dorë sot, inshallah të na bëjnë krenar. Faleminderit shumë që ishe me ne dhe gjithmonë kënaqësi kur flasim së bashku. Respekte. Ishim me Sokol Kushtën, vetëm një ndërprerje shkurtër, do të rikthehemi më njëherë më pas në orën 20 me një tjetër ish kapiten të kombëtares, Altin Lala, na bashkohet nga Gjermania. Mos u largoni nga Klan News.